pret. O, I kom vish patika të këshia, se t'kisha kallëzu. Kosova jon, ti për ne je kampion. Ole. Kemi me I pyet qytetarët se sa mendojnë që Kosova ka me mujt Turkinë. Më thonë unë jam të manifestu. Po, unë jam ka manifestoj, nuk jam të mendu heq që kena me hu, po kena me fitu. Hajde një ta shojmë edhe qytetarët se qka po thojnë edhe ajo në t'interesu me po këtë loj madhështore ajo. A keni me po loje nesër, se ta vune... Hajtë veti që ta bjekë. E pse po më thush? Hajde të regom qëtu diçka. Ndëgjëm, veç ndëgjëm për loj. A kemi për cilë nesër Kosovën me Turkinë? Kësmet në pas bozoti. A keni ble biletën për stadion ma në shesh? Jo, Allah në shesh se s'kana mu me gjithë biletë. Sa mendon që kena me fitu? 2-1 gjithë. 2-1. Gjithë. Një mesazh për krejt neve. Për që shqiptarët, urime... Fitoria. A je mirë? Mirë, A kime për cilë lojan? Kismet po. Sa mendon që kena me fitu? A sigur të vëthu që kena me fitu, Sigur. 2-1. Sa ke pas emocion edhe dëshirë për fitoren ndaj kujt e patëm se e harova? Slovakis. Shumë mirë, ekstrem shumë, I na konë me dosë ato e kry, I na gëzu, I na tranu ketë. Tash? Tash, nëse fitoj na ma shumë besej. Me kallë Prishtinën. Besej që po. Une po thamë që na kena me fitu 2-1. Jo, 3-1 po thamë. Po e lo 3-1 që kena me fitu. Po, ti Amar? Edhe unë qashtu që te ulloj. 3-1. Na nuk po mendojmë negativisht. Veç pozitivisht. Po anojmë, edhe pse gazetarët nuk bën me anu, po sot jom ka anoj ka vendi jem. Kosova du të me fitu edhe ka me fitu. 3-1. Cili këmë kanali 10, Kanali 10. Sa mendon që ka më po loja nesër? 3-1 për Kosovën. Për Kosovën. Pa dushim dash zoti, po. Aja Rosi na ka okupu 535 dhe me ala këtë farë ideologie këtë, që këtë bota ose të qumë kompërën shërë I ty në demokrasit lufta e tretë botërore. Këta vestëm dami këna po të është. Me mujt, po thush. Po të atë me mujt, si qëllë, dhe marë hakun. Po, në më lesh, po s'kam bilet për fatkes. Asone nuk kom bilet, s'ka lidhe, na dalim shesh. Dikush duhet të shesh, dikush stadion. Po, shumë mirë, se dash zoti këta djenë, le të mendojnë pak sa gjoklju dhe, sa të kemë vorën atje guri shenjt. 90 vojza që kanë vojë vetë vojë, më rënë duhet tërqve, që I kapuqin e kush hoxha që e manë, kapuqin e shollën e borë, dhe kapuqin ushtrisë osman lidhe. Atë sytë e fundit e kanë po të jorë që ta për mas, për me njerëzu e me I vro. E kem gurin atje të fejth. Një urim për futbolista tonë. Po, me zemë, me gjithë zemë, absolut. Dajde qëta, e një turka da shqiptar. A një hajde kalzëm sa po mendon që kena me ju mujt nesër. 3-2 për Turqinë. Hajde qëto. Ja, hajde të regojmë. Pret, qysh po thush? 3-2 për? 3-2 për Turqinë. Turqia e më në Kosovën. Po. Do me thonë t'jep nga Turqia. Po. Po kush fiton, kush lunë ma mirë, inshallah fiton, ai ekip. Do me thonë, ma Po du shumë... me jep një përgjigjë politike, po... 3-2 për Shqipëri, të Turqinë. Ja, Turqinë, po. Hajde, okej. Faleminderit. Sa mendon që ka me konë rezultati? 4-1 për Kosovën. Për Kosovën. Apo ki qef me fitua me hubna? Me fitu, si gjithë. A do me dollë me festu? Kismet. Edhe me poluen? Po. Cila ndërsa një mesazh se kur e shohin mëngjes djemë tonë që polujnë futboll, çka ju kështë thonë? Ti në veç suksese, ju priftë mora, të njëtë një postë të natë mirat. Edhe fitoni se Albini ju je pare.